Cili institut paralajmëron se zjarri në lindjen e mesme do të sjellë luftë në Ballkanin Perëndimor? Në Ballkanin Perëndimor, dilema e sigurisë amplifikohet nga shumë fishues strukturor tensionesh, ndërsa urrejtjet dhe pasionet etnike kanë qenë në zjarr prej vitesh. Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm nga Alianca Kroaci, Shqipëri, Kosovë, the presidenti serb Vučić, vetëm pak ditë më parë. Ai deklaroi se Beogradi po monitoron nga afër bashkëpunimin ushtarak midis Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, duke pretenduar se Serbia po përgatitet për një sulm të mundshëm. Ata po presin një moment të favorshëm, sipas mediave ndërkombëtare. Ne po përgatitemi për sulmin e tyre, tha Vučić në një intervistë në radion dhe televizionin shtetëror serb. Komentet e tij ju referuan një deklaratë trepalëshe mbi bashkëpunimin në mbrojtje të nënshkruar nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova në Tiranë më 18 mars 2025, që synonte forcimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe ndërveprimit ushtarak. Sigurisht që ka shumë sfond për tensione në Ballkan dhe veçanërisht në zonën e trekëndëshit Prishtinë, Shkup, Tiranë. Me rastin e luftës në Iran, zgjerimit të saj në lindjen e mesme dhe lëvizjeve të Turqisë në Ballkan, Instituti Warshow-Institute.org në thelb deklaron se zjarri në Iran dhe lindjen e mesme mund të arrijë në Ballkanin Perëndimor. Për shkallëzimi i tensioneve midis shteteve të bashkuara, Izraelit dhe Iranit gjeti shpejt rezonancë politike në Ballkanin Perëndimor. Reagimet nga qeveritë në të gjithë rajonin tregojnë se sa ngushtë mbetet rajoni i lidhur me rivalitete më të gjera gjeopolitike. Cënueshmëria e rajonit ndaj krizave globale rrjedh nga natyra e veçantë e rendit të tij politik, ku mbivendosen dy nivele tensioni, ku hasim, ndikim të fortë të fuqive të jashtme dhe një stabilizim ende të paplot pas konflikteve të pasluftës të viteve 1990. Në këto rrethana, zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë ato në lindjen e mesme, përkthehen shpejt në mosmarrëveshje politike të brendshme dhe në retorikën e udhëheqësve rajonal. Bloku proatlantik në Ballkanin Perëndimor është ai Shqipëri, Kosovë. Shqipëria ka marrë qëndrimin më vendimtar në rajon. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shprehur hapur mbështetjen e tij për veprimet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, duke theksuar solidaritetin e Tiranës me partnerët e saj në NATO. Ky qëndrim pasqyron si orientimin e fortë pro-perëndimor të Shqipërisë, ashtu edhe marrëdhëniet e saj të vendosura me Iranin pas vendimit të Tiranës për të pritur antar të grupit opozitar Iranian Mujahedin dhe tani shpallja e Gardës Revolucionare të Republikës Islamike si organizatë terroriste. Organizata MEK, e cila kundërshton autoritetet e Teheranit, ka vepruar në Shqipëri për vite me radhë në mbrojtjen e shtetit dhe mbetet një nga burimet kryesore të tensionit midis Tiranës dhe Iranit. Autoritetet e Kosovës kanë marrë dhe mbajtur gjithashtu një qëndrim të ngjashëm. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka mbështetur qartë veprimet e Shteteve të Bashkuara, duke i përshkruar ato si pjesë të një përpjekje më të gjerë për të ruajtur stabilitetin ndërkombëtar. Në rastin e Kosovës, ky qëndrim pasqyron gjithashtu varësinë e madhe të vendit nga mbështetja politike dhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara për sigurinë e vendit. Nga ana tjetër, kemi Serbinë dhe Kosovën e neutralitetit të saj strategjik. Presidenti Vučić ka shmangur marrjen e një qëndrimi të qartë në të dyja anët e konfliktit, duke theksuar në vend të kësaj nevojën për deeskalim dhe një zgjidhje diplomatike. Qasja e Beogradit pasqyron strategjinë e gjatë të Serbisë për balancimin midis qendrave të ndryshme të pushtetit. Vendi njëkohësisht mban marrëdhënie me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, duke ruajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe Kinën, në mënyrë që të ruajë një shkallë të lartë autonomie politike. Serbia mban gjithashtu marrëdhënie me Iranin, i cili mbetet një nga vendet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Kjo është pjesë e strategjisë më të gjerë diplomatike të Beogradit. Megjithatë, kostot e kësaj politike mund të rriten në kontekstin aktual të luftës. Mungesa e stabilitetit në lindjen e mesme dhe rritjet e mundshme të çmimeve të energjisë mund të ndikojnë negativisht në ekonomitë e rajonit, duke rritur presionin mbi Shtetet e Ballkanit Perëndimor për të miratuar pozicionime apo rreshtime më të qarta gjeopolitike. Ndërsa Bosnia dhe Hercegovina është një shtet i paralizuar nga përçarjet. Një situatë edhe më komplekse mund të vërehet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Për shkak të strukturës komplekse institucionale të vendit dhe ndarjeve të thella etnike, nuk është krijuar një qëndrim i unifikuar mbi konfliktin. Reagimet politike mbeten të fragmentuara dhe pasqyrojnë kryesisht ndarjet e brendshme të vendit. Në praktik, kjo do të thotë që zhvillimet ndërkombëtare, përfshirë konfliktin në lindjen e mesme, po bëhen shpejt pjesë e dallimeve të brendshme politike midis qendrave të ndryshme të pushtetit. Faktorët rajonal gjithashtu luajnë një rol në formësimin e dinamikës politike. Turqia, e cila mban lidhje të forta politike dhe ekonomike me një pjesë të elitës politike në Sarajev, mbetet një nga faktorët më të rëndësishëm të jashtëm që ndikojnë në debatin politik të vendit. Cilat mund të jenë implikimet rajonale?
Destabilizimi i lindjes së mesme është një tjetër provë për aftësinë e Bashkimit Evropian për të formsuar politikën ndaj Ballkanit Perëndimor. Reagimet e ndryshme të shteteve në rajon sugjerojnë se në kohë krize, elitat politike në Ballkan shpesh orientohen më shumë drejt aktorëve global, siç janë Shtetet e Bashkuara, Turqia ose Kina, sesa drejt një kuadri koherent politik evropian. Nëse tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë, presioni gjeopolitik mbi shtetet e Ballkanit Perëndimor ka të ngjarë të rritet, duke thelluar më tej përçarjet politike në të gjithë rajonin, përfundon raporti. Çdo rast ose shkëndijë në rajonin e Ballkanit shndërrohet në një zjarr të madh me ndihmën e Turqisë dhe nacionalizmit shqiptar, duke shndërruar Ballkanin në një fuçi baruti të Europës. Mast Channel. Please subscribe.